Kjo është një ditë që na bën krenar, na bën që të reflektojmë, por nuk duhet thjesht ta përdorim si një flamur të përkohshëm sa herë është kjo datë, por duhet që të shohim se sa në korelacion jemi me ndërgjegjen tonë me paraardhësit tanë, të cilët kanë sakrifikuar shumë çka për të mbajtur besën, për të dëshmuar humanizmin e tyre, dhe duhet të thënë që në mazhorancë shumica ishin popullsi muslimane dhe hebrejt gjeten strehë aty. Madje do thoja këtu që her pas here kalon edhe pa u vënë re historia e kësaj marrëdhënie të shpëtimit të hebrejve. Cili moment kur thoni pa u vënë re? Pra ka momente që nuk janë zbardhur, ose që nuk po marrin ritën e duhur, apo janë botuar disa libra, ka dokumenta, dhe natyrisht që shteti hebrej, Shem, edhe institucionet të tjera që merren me kërkimin e historisë për shpëtimin e hebrejve në Europë, i din pak a shumë rrethanat edhe kanë dokumentat të mjaftueshëm, por unë këtu do sille në vëmendje vetëm rolin e mbretit Zog, i cili gjatë kohës ishte në ekzil, në një lloj ekzili në Austri, thuhet që pati mbështetje dhe mbrojtje nga hebrejt, pra pati një marrëdhënie shumë specifike me ta, dhe kur ai erdhi në pushtet në vitin 1931, kur filloi goditja ndaj hebrejve në vendet e Europës, kryesisht në Gjermani, por edhe në Itali, mbreti Zog ka dërguar një qarkore tek të gjithë konsulatat shqiptare të asaj kohe, duke kërkuar që për çdo hebrej që paraqitet pranë konsulatës shqiptare të pajiset me një lejë udhëtimi për në Shqipëri. Dhe kur kanë ardhur në Shqipëri, kanë gjetur strehë, kanë gjetur mbështetje shtetërore. Madje vetë mbreti Zog kishte në oborrin e tij mbretëror 7 hebrej që shërbenin dhe bashkëpunonin në oborrin mbretëror, në mos gaboj njëri ishte dhe bodyguard. Dhe hebrejt që erdhën në vitin 1931 në Shqipëri filluan që të komunikojnë dhe të akomodohen me shqiptarët në qytetet kryesore, në Tiranë, Vlorë, kështu me radhë, dhe kur u largua mbreti Zog edhe erdhi Italia fashistase dhe pushtua vendi në 39-ën, pati një tentativë për t'i grumbulluar hebrejt dhe për t'i përzënë, por shqiptarët hapën portat sepse kishin krijuar ndërkohë një marrëdhënie shumë miqësore me ta, pra në përditshmëri njihen, kishin punonin bashkë, jetonin bashkë. Dhe edhe kur erdhën qeveritë të tjera që ishin edhe pushtimi nazist, pra ishte kjo bazë fundamentale e këtyre marrëdhënieve që u ndërtuan mes shqiptarëve dhe hebrejve, sepse nuk ndodhi ngjarja për një ditë dhe për një muaj. Pra nuk është se erdhi një tren me 2000 hebrej dhe u strehuan për një ditë, për një javë, siç ndodh në fatkeqësi natyrore. Ata erdhën pjesë, madje përflitet që edhe vetë Einsteini erdhi për shkak se doktori personal i mbretit Zog, Jani Basho, i dha atij një certifikat të pogradecit që ai të vinte në Shqipëri dhe të kalonte nëpërmjet Shqipërisë, të shkonte në Zvicër fillimisht. Einstein. Prandaj unë mendoj se kjo ditë nuk duhet thjesht ne duhet ta përmendim, duhet të reflektojmë mbi të, dhe thjesht nuk duhet ta përdorim shumë politikisht, sepse nuk është se na nderon shumë. Ai është një ngjarje që ka ndodhur si pasojë e një angazhimi kolektiv, mbarkombëtar, ku nuk kishte dallim, dhe bile do them edhe këtë që Zogu vetë nuk ka lejuar as të krijohet parti fashiste në kohën e vet. Imagjinoni nëse do ishte lejuar krijimi një partie fashiste në Shqipëri në atë kohë, sigurisht që do të kishte impaktin e vet edhe tek hebrejt, por nuk u lejua. Dhe ftesa ime është që në këtë ditë të kemi një reflektim paqësor për të gjithë ata që kanë kontribuar, të mos përjashtojmë asnjë që është kontribues në këtë, duke nënkuptuar edhe gjithë familjet e tjera që sakrifikuan për mbajtjen e hebrejve, dhe ta kemi edhe një moment reflektimi për veten tonë, sepse realisht Bruna jemi bërë një shoqëri shumë agresive. Pra nëse kthejmë kokën mbrapa gati 100 vjet përpara, shohim se mund të ketë patur më shumë kohezion sociale dhe paqe sociale më të madhe se sa sot. Kemi strehuar dhe kemi shpëtuar me qindra hebrej, dhe këtë ka bërë populli shqiptar. Ne po e bëjmë edhe sot, Shiko, miqësore, dua të them këtë që nuk ka patur
një direktivë ose nuk ka qenë, le të themi, me ligj që të mbrojmë hebrejt.